A dini cila është fjala ma e përdorur në botë? Pavarësisht çfarë gjuhë flet apo prej cilit veni, 100% jam e sigurt që të paktën një herë e ke përdorur këtë fjalë. Dy shkronja O edhe K. Fjala OK është fjala më e përdorur në krejt botën edhe krejtja ka nisë si hajgare. Sipas gjuhëtarit Alan Walker Reed, historia e OK filloi në Boston vitet 1830, kur ishte bërë mod me shkru fjalë gabim me qëllim edhe pastaj me i shkurtu me iniciale. Pikërisht në këtë periudhë, shprehja all correct u shkru si kështu. Një gabim i qëllimshëm edhe prej aty doli shkurtesa OK. Ajo që është interesante është se askush nuk e kishte parashikuar që kjo hajgare e vogël do të mbijetonte për gati 2 shekuj. Shumica e shkurtesave të asaj kohe u harruan, por OK vazhdoi me u përdor derisa u bë pjesë e përditshmërisë tonë. Sot shumë gjuhëtar e përshkruajnë OK si fjala më e njohur dhe më e përdorur në planet. E ti sa herë ke thënë fjalën OK veç sot kallëzom komente, edhe për më shumë video se kjo bëja subscribe bani në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.